Edhe pse poezitë e këngët i dëgjojnë çdo ditë nga nxënësit e tyre, mësuesit Feriza Jas në një program të tillë artistik i dëgjuan edhe sot në teatrin e qytetit. Ishte ky një manifestim simbolik që Komuna Ferizajt kishte organizuar për 7 marsin, ditën e mësuesit. Si rëndom, edhe në këtë organizim fjalën e morën drejtuesit e pushtetit lokal. Nuk do të ndalim këtu të konstatoj arritjet e arsimit Ferizajas viteve të fundit, sepse të gjithë jemi dëshmitar se janë zgjidhur disa nga problemet më elementare, si ulja e numrit të turneve, zgjerimi i hapësirës shkollore, ulja e numrit mungesave e tjera. Por dëshiroj të theksoj disa aspekte të tjera të frymimit dhe të zhvillimit të arsimit e të edukimit, që mendoj se ja vlen të thuhen e të përsëriten derisa të realizohen synimet tona për një shkollë moderne, e cila i përgatit mirë fëmijët dhe të rinjët tanë për tregun e punës. Para pak ditësh në Ferizaj patëm një panair pune i cili paraqiti ofertat e mbi 35 bizneseve Ferizajas e për vende të reja të punës. Është një paradoks që na shfaqet prej një kohe të gjatë. Në Ferizaj kemi mbi 17.000 punë kërkues të regjistruar, por ka plot vende pune për cilat kompanitë dhe bizneset nuk gjejnë dot punëtor të kualifikuar ose më saktë kuadro që i zotrojnë mirë profesionet ose profilet e caktuara. Ky fenomen u paraqet edhe në panairin e fundit, gjë që tregon se shkolla jonë do të bëjë edhe më shumë për të përshtatur planet dhe programet mësimore për nevojat e tregut, ndërsa tregu të paraqesë edhe më shumë institucioneve arsimore nevojat e veta. Pas sparqës, fjalën e mori drejtori i arsimit Muhamet Halili. Në këtë ditë, pesi mësimdhënës me respekt të thellë kujtojmë të gjithë kolegët tanë mësimdhënës, si dhe të gjithë nxënësit që gjatë luftës së fundit në Kosovë, duke mbrojtur atë dheun dhe shkollën shqipe, ranë heroikisht me të vetëm një dalë çlirimin, një herë për çdo nga pushtuesit. Mësimdhënësit, nxënësit, studentët dhe i gjithë populli i dashur i Kosovës për të arritur deri në këtë ditë ku jemi sot, kemi dhënë shumë madje duke mos kursyer për asnjë moment asgjë më të shtrenjtë jetën. Në këtë aktivitet të ditës së mësuesit, me mirënjohje u nderuan edhe vjetra pensionistë të Ferizajt. Gjatë ditës së sotme, programe të ngjashme kishin organizuar edhe shkollat e Ferizajt me nxënësit e tyre.